Provokues dhe të papërgjegjshëm, e ka përshkruar Ministria e Mbrojtjes në Taipei fluturimin e një droni kinez mbi ishujt pratas në detin e Kinës Jugore të kontrolluar nga Tajvani. Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha se droni kinez zbulues u pa rreth mëngjesit të së shtunës duke u afruar ishujve pratas, duke fluturuar në hapësirën ajrore tajvaneze për 8 minuta dhe në një lartësi jashtë rrezës së veprimit të armëve kundër ajrore. Forcat e armatosura të Tajvanit do të vazhdojnë të jenë vigjilent dhe të monitorojnë situatën në përputhje me rregullat rutinë të gatishmërisë luftarake, tha ministria. Në vitin 2022, ushtria e Tajvanit rrëzoi për herë të parë një dron civil të paidentifikuar që hyri në hapësirën ajrore të saj pranë një ishulli pranë bregdetit kinez, të kontrolluar nga Tajvani. Të shtrira afërsisht midis Tajvanit Jugor dhe Hong Kongut, ishujt pratas shihen nga disa ekspertë të sigurisë si të prekshme ndaj sulmit kinez për shkak të distancës së tyre më shumë se 400 km nga Tajvani kontinental. Kina gjithashtu i konsideron ishujt pratas si territorin e saj.